Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 32 vjeçe dhe prej më shumë se 10 vitesh kam qenë pjesë e Jehovait. Nuk është diçka që e zgjodha si e rritur, me mendje të formuar. Ishte thjesht jeta në të cilën unë u rrita. Familja ime ishte e përfshirë dhe pa e kuptuar shumë, edhe unë ndoqa të njëjtën rrugë. Fëmijëria ime ishte rregulluar, e gjithçka ishte në një kornizë, çfarë duhej të vishja, si duhej të flisja, si duhej të sillesha me të tjerët. Në atë kohë nuk e vija në dyshim. Isha një vajzë që donte të bënte gjërat siç duhet sipas rregullave. Të mos zhgënjeja askënd, të isha shembull, por me kalimin e viteve diçka filloi të ndryshoi. Nuk ndodhi brenda një nate, ishte një ndjesi e cila erdhi gradualisht, si një zë i brendshëm që më pyeste: "Po ti çfarë do?" Në fillim e injorova sepse ishte më e lehtë të ndiqja atë që unë njihja më mirë. Por ai zë nuk u zhduk. U bë më i fortë me kalimin e viteve, sidomos kur fillova të kuptoj më shumë veten time. Sepse unë nuk isha aq e thjeshtë sa korniza ku isha futur. Më pëlqente stili, më pëlqente të vishem ndryshe, të provoja gjëra të reja, të ndihesha e bukur në mënyrën time, jo gjithmonë e përmbajtur, jo gjithmonë siç duhet, por çdo herë që e bëja këtë ndjeja një lloj faji. Jo sepse dikush më thoshte drejt për drejt diçka, por sepse e kisha brenda vetes atë ndjesinë që kjo gjë nuk është në rregull. Fillova të dal më shumë, në fillim shumë rrallë, një dalje me shoqet, një kafe, pastaj me kalimin e kohës, ambientet u bën më të frekuentuara. Muzikë, drita, atmosferë, ishte një botë tjetër, një botë ku nuk ndihesha e gjykuar, ku nuk kishte lista rregullash për çdo gjë. Dhe ajo ndjesi më tërhiqte shumë. Nuk ishte thjesht për argëtim, ishte për lirinë, për mënyrën si ndihesha. Por çdo herë që kthehesha në shtëpi, realiteti tjetër më priste. Qetësia, rregullat, pritshmëritë, dhe brenda meje fillonte një konflikt. Dy versione të vetes time. Njëra që ishte rritur me bindje të fortë dhe tjetra që donte të jetonte ndryshe. Ka pasur momente kur jam ndjerë sikur po jetoj dy jetë. Një që e tregoj dhe një që e mbaj për vete. Dhe kjo është shumë lodhëse. Nuk mund të jesh gjithmonë në mes, duhet të zgjedhësh, ose të paktën kështu duket. Për mua zgjedhja nuk është e thjeshtë, nuk është se e mohoj gjithçka nga e kaluara ime. Ka gjëra që i respektoj, ka vlera që i ka marrë me vete, por ka edhe pjesë të vetes time që nuk mund t'i shtyp më. Sa më shumë e bëj këtë, aq më shumë u mbas veten. Frika më e madhe nuk është ndryshimi, është reagimi të tjerëve. Familja ime, njerëzit që më njohin prej vitesh, ata që më shohin në një mënyrë të caktuar. Çfarë do mendojnë? A do më kuptojnë apo do më gjykojnë? Këto pyetje më kanë mbajtur shpesh në vend, por njëkohësisht më kanë bërë të reflektoj, sepse në fund të fundit jeta është e imja. Dhe nëse nuk ndihem mirë në të, çfarë kuptimi ka? Ka net kurri vetëm dhe mendoj gjatë, për atë që kam qenë, për atë që jam, dhe për atë që dua të bëhem. Nuk kam një përgjigje të qartë, ndoshta nuk ka një përgjigje perfekte, por di një gjë, nuk dua të jetoj gjithë jetën duke u ndjerë e ndarë në dysh. Dua të jem e plot, dhe nëse kjo do të thotë të bëj zgjedhje të vështira. Sot jam ende në atë mes dy botëve. Njëra më jep strukturë dhe siguri, tjetra më jep liri dhe ndjesi. Çdo ditë përpiqem të kuptoj se ku qëndroj vërtet. Ndoshta do duhet më shumë kohë, do bëj më shumë gabime, por është pjesë e rrugëtimit. Të gjesh veten nuk është gjithmonë një proces i lehtë, por është një proces i domosdoshëm. Dhe për herë të parë në jetë, po përpiqem të bëj këtë për veten time, jo për të tjerët, jo për pritshmëritë, por për mua. Sepse në fund ajo që ka më shumë rëndësi është të jetosh një jetë që e ndjen si të tënden.